Dritat e primejit po digjnin më fort se zakonisht. Salla dukej si një skenë e madhe ku çdo frymëmarrje dëgjoi dy fish. Alba rrinte e ulur në cep të divanit, me këmbët e kryqëzuara dhe me atë buzëqeshjen gjysmë ironike që i dilte sa herë ndjente se kishte diçka për të thënë. Prej ditësh ajo mbante brenda një lëmsh fjalësh për Limin, atë që e quante herë dashuri, herë zhgënjim, herë idiotin tim. Moderatori e pyeti për raportet jashtë shtëpisë. Ishte pyetje e thjeshtë, por Alba e kapi si rast për të shpërthyer. Unë dua me përshëndet atë idiotin që e kam jashtë, tha ajo pa pritur, duke parë drejt kamerës kryesore. Dhe po i them, të dua shumë. Sado që më ke çmendur, sado që më ke bërë me fol me vete këtu brenda. Në sallë u dëgjua një zhurmë e lehtë. Disa banor qeshën, disa u shtangën. Fjala idiot tingëlloi ashpër, por në zërin e Albas kishte më shumë mall se sa fyrje. Ajo vazhdoi pa u ndalur. E di që po më sheh. E di që po mërzitesh, po edhe unë po mërzitem. Kjo shtëpi të hapur së gjalli. Pastaj ndryshoi ton. Në fytyrë ju shfaq ajo mimika luftarake që e karakterizonte, edhe për këtë që është këtu brenda, tha duke lënë të kuptojë për një banor tjetër, nëse duhet, e nxjerr kokë me këdo. Moderatori ndërhyri menjëherë duke kujtuar rregullat kundër gjuhës kërcënuese. Alba ngriti duart, jo dhunë reale, sqaroi ajo. Po flas për lojën, për nominime, për përballje të ndershme. Megjithatë fjalët e saj krijuan furtunë. Banorët filluan të pëshpërisnin. Disa menduan se po luante rol për vëmendje, të tjerë ndjenë se ishte një deklaratë e dalë nga zemra e trazuar. Në mendjen e Albas u kthyen të gjitha kujtimet me Limin, mesazhet e para, takimet para hyrjes në shtëpi, premtimet gjysmake. Ajo fliste dhe njëkohësisht e ndërtonte historinë për publikun. Unë këtu jam vetëm, vazhdoi. Dhe kur je vetëm kapesh pas kujtimeve. Ai jashtë mund të bëjë çfarë të dojë, por unë ndjenjën time nuk e shes. Eliona e shikonte me kureshtje. Klodi me mosbesim, ndërsa Hygerta me një lloj keqardhjeje. Të gjithë e kuptonin se kjo nuk ishte thjesht strategji. Alba u ngrit në këmbë, si të donte t'i fliste drejt për drejt botës jashtë. Limi, nëse po më dëgjon, mos ma merr për dobësi. Këtu brenda njeriu flet budallallqe. Po dashnia nuk është budallallëk. Fjala dashni i dridhej pak në buzë, ajo tregoi se si netve rrinte zgjuar, si fliste me fotografitë imagjinare, si i dukej se çdo këngë i kujtonte zërin e tij. Banorët dëgjonin në heshtje, për herë të parë pa ndërhyrë. Unë nuk jam engjëll, pranoi ajo. Gaboj, nervozohem, them fjalë që s'duhen thënë. Po nuk di me aktru ndjenjat. Moderatori e pyeti nëse kishte frikë nga reagimi i tij jashtë. Frikë kam vetëm me humb veten, u përgjigj Alba. Jo një burr. Pastaj sërish u kthye te sfida e lojës, kushdo që mendon se më shtyn në cep, gabon. Nëse duhet përballje, e bëj ball për ball, me vota, me argumente, jo me intriga. Fjalët e saj nisën debat të ri në studio. Disa e panë si guxim, disa si teprim. Por askush nuk mbeti indiferent. Pas primejit në obor, Alba u ul vetëm. Kamerat e ndiqnin, por ajo dukej sikur fliste vetëm me hijen e saj. Çfarë bëra sonte? Murmuriti. A e te prova? Në mendje i vinte fytyra e Limit, si do ta merrte ai përshëndetjen, a do qeshte? A do zemërohej? Ajo e dinte se fjala idiot mund të dukej e rënë, por për të ishte përkëdheli e shtrembër, gjuhë e tyre e vjetër, banorët e tjerë filluan ta komentonin skenën. Disa thanë se Alba po luante kartën e dashurisë për publik, të tjerë se ishte thjesht një vajzë e përzier në emocione. Klodi ju afrua, e ke zemrën plot, prandaj flet kështu. E kam kokën lëmsh, ju përgjigj ajo. Këtu brenda gjithçka zmadhohet. Mbrëmja vazhdoi me biseda të gjata për kufirin me sinqeritetit dhe spektaklit. Alba herë qeshte, herë heshte. Por një gjë ishte e qartë, përshëndetja e saj për Limin u bë momenti më i komentuar i natës. Ajo e mbylli ditën duke parë drejt kamerës së oborit. Çfarëdo që të ndodh, unë jam kjo që jam, tha me zë të ulët. Dhe përshëndetja ime ishte e vërtetë. Shtëpia u qetësua, por jehona e fjalëve të saj mbeti pezull. Në Big Brother çdo deklarat kthehet në histori, dhe historia e Albas me Limin sapo kishte marrë kapitull të ri, mes dashurisë, inatit dhe lojës që nuk fal askënd. Dritat e primejit binin drejt e mbi fytyrat e banorëve. Studioja gumëzhinte nga zërat e publikut, por në mes të asaj zhurme dukej qartë tensioni mes Albas dhe Labit.
Tema e mbrëmjes kishte nisur me dhuratat, me historitë jashtë shtëpisë, me raportin e Albas me Limin, por papritur biseda mori një drejtim krejt tjetër. Labi e kërkoi fjalën me qetësi, si njëri që kishte vendosur të fliste pa e ngritur zërin. A jeti Zot me pa çka është dashnia? Ju drejtua ai Albas. Askush këtu nuk ka ardhur me mat ndjenjat e tjetrit. Alba e pa me habi. Unë nuk po mat askën, tha. Po tregoj të vërtetën time. E vërteta jote nuk është ligj për të tjerët, ja ktheu Labi. Ti nuk ke ardhur këtu me tregu sa dhurata të ka bërë Limi, as me na mbajt ligjërata për dashnin. Në sallë u dëgjua një reagim i lehtë. Disa banor tundën kokën në shenjë miratimi, disa të tjerë mbetën të heshtur. Alba u përpoq të ndërhynte, por Labi vazhdoi, më i vendosur. Unë kam frikë vetëm Zotin, tha ai. As kamerat, as opinioni, as fjalët e njerëzve nuk më lëvizin prej asaj që jam. Këto fjalë ndryshuan krejt atmosferën. Nuk ishte më debat loje, por diçka më personale, më e thellë. Mua jashtë më pret një grua e mrekullueshme, shtoi ai. Dhe çdo fjalë që e them këtu e mendoj edhe përballë saj. Alba e ndjeu peshën e asaj fjalie. Ajo nuk donte të dukej sikur po sulmonte familjet e askujt. Unë s'kam folur për gruan tënde, tha me ton më të butë, po kur përmend ndershmërinë, kur përmend dashnin, duhet me pas kujdes, ja ktheu Labi. Se jo të gjithë jemi këtu për të njëjtën arsye. Ai u kthye pak nga banorët e tjerë. Unë Likun e kam mik. E njoh prej vitesh. Ka hanger bukë në shtëpinë time, kemi nda sofrën bashkë. Për respekt të asaj misie nuk lejoj me u përbalt emri i tij. Kjo fjali solli një heshtje të re. Alba e kuptoi se po prekte një territor delikat. Unë nuk po e përbalt askën, tha ajo. Po flas për ndjenjat e mia, ndjenjat janë të shenjta, tha Labi. Por nuk bëhen spektakël për me fitu pikë. Moderatori tentoi ta qetësonte situatën, por debati kishte marrë formë më të gjerë se thjesht një përplasje mes dy banorëve. Ishte përballje parimesh. Labi filloi të tregoj për jetën e tij jashtë, për sakrificat, për mënyrën si ishte rritur. Unë jam rrit me një fjalë, nder. Çka them e mbaj. Çka premtoj e bëj. Dhe nuk lejoj me u përdor emri i dashnisë për lojë. Alba dëgjonte në heshtje. Brenda saj po përziheshin inati dhe respekti. Ajo nuk e kishte parë kur Labin kaq të prerë, po edhe unë kam nder, ju përgjigj. Nuk jam vajzë pa dinitet. Nuk thash që je, tha ai më qetë. Por mënyra si po i paraqet gjërat lëndon njerëz jashtë kësaj shtëpie. Debati vazhdoi gjallë. U përmendën tradita, respekti për familjen, kufiri me sinqeritetit dhe egzagerimin. Disa banor ndërhyn për të mbështetur Labin, disa për të mbrojtur Albën, por fjalia që mbeti në ajër ishte ajo e tij, unë kam frikë vetëm Zotin. Ajo fjali e zhvendosi diskutimin nga lojat e morali. Alba e kuptoi se nuk kishte përballë thjesht një konkurrent, por një botkuptim krejt tjetër. Unë s'kam ardhur me shkatëru askën, tha ajo në fund. Ndoshta kam folur më shumë se ç'duhet. Labi pohoi lehtë me kokë, të gjithë gabojmë. Por fjala e rëndë nuk kthehet mbrapsht. Mbrëmja u mbyll me një lloj paqeje të brisht. Publiku duar trokiti. Por tensioni mbeti pezull mes tyre. Pas primejit në obor, Labi u ul vetëm për disa minuta. Mendonte për gruan që e priste jashtë, për miqt, për Likun me të cilin kishte ndarë bukën. Ai nuk e shite veten si lojtar, por si njëri që duhet të ruante fytyrën. Alba nga ana tjetër filloi të reflektonte. Ndoshta vërtet kishte folur nga emocioni, ndoshta kamera e kishte shtyrë të egzageronte. Në atë shtëpi çdo fjalë merrte peshë tjetër. Dhe ajo mbrëmje u kujtoi të gjithëve se përtej lojës ekziston jeta reale, njerëzit real dhe Zoti që secili e mbante në ndërgjegje. Dritat e studios së primejit u ndezën me atë shkëlqimin e fortë që nuk të lëvën të fshihesh. Muzika hyrëse sapo ishte shuar dhe banorët rinin ulur në divanet përballë njëri tjetrit me buzëqeshje të sforcuara. Por nën atë qetësi televizive zjente diçka tjetër. Publiku në sallë përshpëriste, kamerat lëviznin nga një fytyrë në tjetrën, sikur prisnin shpërthimin. Olta rrinte me shpinë drejt, me një shikim të ftohtë nga ana e Benitës. Prej ditësh e kishte mbajtur brenda një mllef që nuk po e përtypte dot. Fjalët e Benitës kundër Elionës dhe Klodit i dukeshin hipokrizi e pastër, dhe ajo kishte vendosur t'ia thoshte në sy, aty ku nuk kishte shpëtim. Moderatori sapo hapi temën e javës, marrëdhëniet, akuzat, vijat e kuqe.
Nuk kaluan as 2 minuta dhe Olta kërkoi fjalën. Unë nuk mund të rri më e heshtur, tha ajo, duke u kthyer drejt Benitës. Ty duhet të vi turp për fjalët që ke thënë këtu brenda. Në sallë u dëgjua një murmurim. Benita ngriti vetullat, e befasuar nga sulmi i drejt për drejt. Për çfarë turpi po flet? Pyeti ajo. Olta u përkul pak përpara, me një siguri që e kishte vetëm kur ishte e bindur në diçka. Ti akuzove Elionën se po prish një çift, se po i futet Klodit në shtrat, se po luan lojë të pis. Por harove diçka, ti vet ja ke shprehur Klodit dashurinë. Fjalët ranë si rrufe. Kamerat u fokusuan te fytyra e Benitës që u zbe. Nuk është e vërtetë, tha ajo me zëmë të ulët. Është shumë e vërtetë, vazhdoi Olta pa ju dridhur qerpiku. E ke thënë me zë, e ke thënë me gjeste, e ke thënë me xhelozi. Dhe tani po e luan rolin e moralistes. Publiku filloi të duartrokiste me gjysmë zëri. Klodi uli kokën, Eliona mbeti e ngrirë, Benita u përpoq të mbrojë. Unë kam folur për ndjenja njerëzore, jo për intriga. Jo, ja preu Olta. Ti ke bërë pikërisht atë për të cilën po e kryqëzon Elionën. Dallimi është që ajo nuk doli të gjykojë askën, kurse ti po. Tensioni u rrit. Moderatori tentoi të ndërhynte. Por Olta ishte e vendosur ta çonte deri në fund. Ti dole këtu në prime dhe i vure vul një vajze, e quajtë shkatëruese çiftesh, kur në të njëjtën kohë i ke dërguar sinjale Klodit. Kjo është hipokrizi, Benita. Dhe po ta them në sy që të dëgjoj gjithë Kosova. Benita ndjeu faqet t'i digjeshin. Ajo nuk e kishte menduar kur se dikush do t'ja përplaste kaq hapur. Unë nuk kam bërë asgjë të turpshme, tha, por zëri nuk ishte më i fortë si më parë. Olta qeshi me ironi të lehtë. E turpshme është të gjuash gur kur vet je prej xhami. Disa banor filluan të lëviznin të parehatshëm. Klodi kërkoi fjalën. Mos më fusni mua në mes, tha ai. Ndjenjat nuk janë krim. Pikërisht, ja ktheu Olta. Prandaj mos e kryqëzoni Elionën. Eliona për herë të parë ngriti syt me mirënjohje nga Olta. Benita e ndjeu se terreni po i rrëshiste. Unë kam folur nga ajo që kam parë, tha ajo. Ndoshta kam gabuar në mënyrën si e thash. Jo ndoshta, vazhdoi Olta. Ke gabuar rënd. I ke vënë vul karakterit të një vajze në televizion kombëtar. Në sallë ra një heshtje e rëndë. Fjalët e Oltës kishin peshë, sepse nuk ishin britëm, ishin akuzë e artikuluar. Benita filloi të reflektoj me zë. Ndoshta jam ndikuar nga emocioni i lojës. Loja nuk ta jep të drejtën të poshtërosh dikë, tha Olta prerë. Debati vazhdoi gjatë. U rikthyen pamje, u analizuan momente, u dëgjuan deklarata të vjetra. Sa më shumë flitej, aq më shumë dilte në pah kontradikta e Benitës. Ajo e ndjeu veten të zhveshur para të gjithëve. Për herë të parë nuk ishte ajo që akuzonte, por ajo që duhej të përgjigjej. Unë nuk e urrej Elionën, tha më në fund me zë të thyer. Ndoshta kam folur nga xhelozia. Kjo fjali e ndryshoi klimën. Olta uli tonin. Këtë duhet ta kishe thënë që në fillim, tha ajo. Jo ta maskoje me moral. Prime i vazhdoi, por momenti mes tyre mbeti kulmi i natës. Publiku e komentonte, opinionistët e analizonin, kamerat nuk u ndaheshin fytyrave. Kur dritat e reklamave u ndezën, Benita u ul më e vogël se kur. Olta mbeti e drejtë, e bindur se kishte bërë gjën e duhur. Eliona mori frymë më lirshëm, sikur dikush më në fund e kishte mbrojtur. Ajo përplasje në mes të primeit nuk ishte thjesht debat mes dy vajzave. Ishte pasqyrë e asaj që ndodh kur fjalët thuhen pa menduar dhe kur e vërteta të përplaset në sy pa mëshirë. Dhe nata e Big Brotherit e dëshmoi edhe një herë, në atë shtëpi, askush nuk mund të fshihet pas maskave për gjithmonë.